qysh mujt me zbut ose qysh mujt me arritën e sigurisë shumë më madhe që na qojmë të niveli zero i aksidenteve. Duhet krijojmë institucionet përkatëse. Na ligjin e sigurisë kemi shkatruar, kemi bën 3 ligje, Robert. Pastaj nuk kemi strategji të sigurisë rrugore, nuk kemi institute për hulumtimin e elementeve të faktorëve të cilët ndikojnë drejt për drejt. Ne na ndodhin që pikat e zeza si i kemi në Kosovë, na ndodhin që me dek 50 aksidente me fatalitet më ndodhin nëse morrim masat preventive, për shkak se është krijuar një pikë e zezë, për shkak se faktori rrugë, se kemi autostradën, faktori rrugë dikon drejt për drejti në aksidentet komunikacionit, nuk e kemi të krijuar ende hala sistemin e mirëfillt të edukimit të pater shoferit, nuk e kemi të edukimit të përgjithësi personave prej fillorës së deri tek marrja pater shoferit, nuk e kemi të krijuar me poligonin e sigurisë, nuk e kemi shoferin e ri, domethënë, në drejt për drejt se ta marrim pater shoferit, dalim në rrugë, pa mbikëqyrje travisare, pa pragun e fundit të poligonit të sigurisë, mënyrë që drejtuesin e automjetit me nxjerr të sigurt, një drejtues sigurt për drejtimin e automjetit që mos me kriju edhe rrezikshmëri, nivelin e rrezikshmërisë së lartë me komunikacion.